Gjykata e Apelit të Posaçëm vendosi këtë të njëjtë që për masën e pezullimit nga detyra të zëvendës kryeministres Belinda Balluku të pres vendimin që do të marrë gjykata kushtetuese më 22 janar në shqyrtim themeli pas ankesës së kryeministrisë dhe më pas të shprehet në varësi të tij. Por gjykata e shkallës së dytë ka lënë në fuqi masat e kërkuara nga SPAK për bllokim pasaporte dhe ndalimin e daljes jashtë vendit për zyrtarin e lartë që akuzohet për tenderin e tunelit të Llogoras dhe unazës së madhe. Nëse kushtetuesja do të vendosë se një ministër mund të pezullohet, atëherë gjykata do të mblidhet përsëri për ta shqyrtuar këtë pikë të pezullimit nga detyra. Për momentin, apeli GJKO nuk mund të marrë asnjë vendim për çështje që janë në shqyrtim nga kushtetuesja, por ka cilësuar të drejtë masën e ndalimit për të dalë jashtë vendit dhe bllokimin e pasaportës. Gjykata e Apelit të Posaçëm ka lënë kështu në fuqi masën e ndalimit jashtë vendit për Belinda Ballukun, e marrë pandehur për shkelje të barazisë në tendera për tunelin në Llogoras dhe në nënhetim për 7 procedura të tjera tenderuese të unazës së madhe të Tiranës. Masa e pezullimit nga detyra nuk u shqyrtua, pasi pritet vendimi i gjykatës kushtetuese që do të mblidhet më datën 22 janar. Gjykata e Posaçme e Apelit për korrupsionin dhe krimin e organizuar, me trup gjykues monokratik përbërë nga gjyqtarja Miliana Muça, u mblodh gjatë kësaj të njëjteje.